Procesi të përmbyllet deri në fund të muajit janar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dohet që të pres afatin për paraqitjen e këtyre ankesave dhe pastaj shqyrtimin e tyre para se të procedoj me certifikimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve dhe njëkohësisht përmbylljen e procesit zgjedhor. Aktualisht numri i ekipeve të angazhuara në procesin e rinumërimit gjatë një dite të plot pune nga ora 8 e mëngjesit deri në mesnatë është 76, bazuar në këtë kapacitet dhe në numrin e vendvotimeve të mbetura për të rinumëruar, planifikojmë dhe po bëjmë përpjekje që i gjithë procesi të përmbyllet deri në fund të muajit janar. Pas përfundimit të procesit të rinumërimit, KQZ do të shpallë rezultatin përfundimtar të këtyre zgjedhjeve, ashtu siç parashihet në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, subjektet politike dhe kandidatët do të mund të parashtrojnë ankesat e tyre lidhur me këtë rezultat në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe eventualisht procesi do të mund të shkojë deri në Gjykatën Supreme. Natyrisht se procesi i rinumërimit, i cili është duke u zhvilluar, i heq të gjitha dilema sa i përket rezultateve dhe kjo mund të zvogëloj edhe nevojën për ankesa, por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dohet që të pres afatin për paraqitjen e këtyre ankesave dhe pastaj shqyrtimin e tyre para se të procedoj me certifikimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve dhe njëkohësisht përmbylljen e procesit zgjedhor.